Mirë të ndëruar teleshikues, në rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës dhe si çdo javë do të bëjmë një grafit të plot të aktualitetit në vendin ton, rajon, por edhe në botë me avokatin Altin Goxha, i cili më bashkohet në këtë momente në një komunikim të drejt për drejt. Avokat, përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Shëndetje, kënaqësi që jam përsëri me sysh për të folur për një javë shumë intensive. Patjetër. Avokat, ne do të nisim patjetër me zhvillimet e aktualitetit politik në vendin tonë për të kaluar më pas në disa tema të tjera shumë interesante dhe shumë të rëndësishme, qoftë për rajonin apo qoftë edhe për mbar botën, por do le ta nisim fillimisht së bashku me Bashkinë e Tiranës, e cila pritet të jetë betejë përfundimtare ose të paktën ajo betejë e cila mund të ndryshojë kursin e politikbërjes në vendin tonë, por në të njëjtën kohë edhe kursin e qeverisjes kryeministrit Edi Rama. Vetë kryeministri Edi Rama e ka theksuar dhe ka folur së fundmi sa i takon zgjedhjeve të cilat pritet të zhvillohen në datën 9 nëntor dhe është i bindur në fitoren e kandidates së Partisë Socialiste zonjës Ogerta Manastirliu. Zoti Rama në të njëjtën kohë në podcastin e tij të fundit nuk ka lënë pa përmendur dhe ironizuar edhe kandidatin e pavarur të mbështetur nga opozita, pra aktorin Florian Binaj, për të cilin ka thënë që është thjesht një aktor humori i cili dikur e imitonte vetë kryeministrin dhe bënte sallat që të shkrieshin gazit. Po në të njëjtin podcast së fundmi kryeministri Rama ka bërë publik dhe me dje planet e tij për identitetin digital. Avokat, për të cilin kam shumë kureshti të marr opinionin dhe mendimin tënd, por fillimisht të nisim së bashku me garën për Bashkinë e Tiranës. Fjala në këto momentet takon ty. Falenderoj dashur. Mund të them që ka një problem me përcaktimin e emrit Florit si aktor, për faktin se vërtet Flori është aktor shumë i njohur, por ajo që nuk njohin njerëzit është një arkitekt. E theksoj këtë që ta kenë parasysh njerëzit që nuk po flasin thjesht për një aktor, por po flasin edhe për një person të formuar edhe në një zanat tjetër, në një profesion tjetër, që në këtë rast mund të jetë i dobishëm edhe për kandidimin e kryetarit të bashkisë. Ndërkohë që shpotit dhe ironit i bën një piktor i pa shkollë, i cili në këndvështrimin tim dhe të shumë personave që e njohin nga afër, është njëri që mund të konsiderohet me plot gojën, një dështak në arsim, një dështak në shkollim, dhe mbi të gjitha një person që ju dha një bursë e Sorosit në Francë në vitin 92, 93, 94, dhe nuk u paraqit asnjë ditë shkollë sepse kapaciteti intelektual ishte shumë poshtë aftësisë për të përballuar një shkollë nga më të mirat në Europë, ishte Akademia Franceze e Arteve. E theksoj këtë gjë për të kujtuar që Flori është një aktor dhe një arkitekt i cili në fund fare është thjesht një person që nuk ka grabitur shqiptarët, nuk ka bjedhur shqiptarët, dhe ironia që ka bërë Rama me të sot që i ka bërë me qesh socialistët e tij, në fund fare një aktor që ka talentin që kur është në botë e komedisë, dhe dihet që ai është një aktor i komedisë, duhet bëj me qesh njerëzit, po që s'është i Zotit. Po s'është i Zotit, do i bëj me qajt kur është për qesh, do i bëj me qesh kur është për qajt. Pra në këtë lloj kuptimi, sot sulmi që i ka bërë Edi Rama, tregon të kundërt në asaj që ti the për Ramën që është i bindur, që do fitojë. Rama ka qenë i bindur që do fitojë para se ishte kandidatura e Florit si një kandidat i pavarur në kuptimin formal të fjalës dhe i mbështetur nga gjitha forcat opozitare. Arsye pse u anullua, siç e kam thënë herën e kaluar dhe dy herë tjera, zgjedhjet në Tiranë ka të bëjë pikërisht me faktin se në sondazhet e Partisë Socialiste Edi Rama ka dalë shumë i terrorizuar nga fakti që do i duhet bëte një vjedhje me dhunë në Tiranë që të merrte Tirana. Pasi kandidati i tij Manastirliu, i cili është një aktore shumë e dobët, por me shumë bëma në historinë e saj, që në këtë qytet kanë bërë vdekje pafund dhe ka dashur të vrasë gjithë fëmijët e Tiranës me vaksinat e Bill Gates, mund të them që sondazhi ka nxjerrë një rezultat që s'ka ndodhur ndonjëherë. Bëhet fjalë diku ke 1-3, 1-4.
Pra, avantazhi i Florit është në rastin më të pakët 3 herë më lartë në sondazhet se sa Mana Seliu. Dhe ka një motiv fare thjeshtë në këtë histori. Rama gjithmonë ka ndërtuar politikën e vet elektorale, që nga viti 2007, kur ai mori manualin e hebreut që i solli Soros si Finkelstein, si një pozicion elektoral agresiv për të çmontuar kundërshtarin, në rastin konkret i ka hasur sharrangosht, pasi të çmontosh Florin, sipas teorisë të Ramës, duke u tallur, duke bërë ironi, duke goditur me lloj mjetesh, formash, shpifjesh, hapje qitapesh të vjetra, trajtimit të tij parodizues etj. Ka rënë në rastin konkret në personin e gabuar, pasi vetë filozofia, ideologjia, demagogjia, por mbi të gjitha metodologjia elektorale e Ramës, që është projektuar që në vitin 2007 nga një nga autorët më të fuqishëm në botë të fushatave elektorale, Finkelstein, që e solli në atë kohë Sorosi për Ramën, në rastin e Florit nuk funksionon. Pse? Sepse është terreni e Florit. Çdo është terreni e Florit. Rama ka zgjedhur të luftojë, ose sa ka detyruar të luftojë në vendin ku ndodhet Flori, duke luajtur në fushën e Ramës. Do të thotë, topi tashmë është në fushën e Partisë Socialiste, nuk është në fushën e opozitës, siç ka qenë gjithmonë. Sepse armët që ka Rama kundër Florit, në fakt janë armët e Florit kundër Ramës. Ju e pat sot që Rama deshë të bëjë ironi me aktorin, dhe aktori u përgjigj që ti je prestigiatori. Unë do ta krahasoj raportin e Florit me Ramën, sepse nuk e konsideroj fare Mana Seliu. Askush nuk po mendon që të vendosi Florin për Mana Seliut, pasi në fakt Mana Seliu është vetëm një hije e Ramës. Rama është një klon që bën numra prestigiatori, kurse Flori është nga ata komedian që të shmonton pikërisht personazhe siç janë klonët. Që do të Rama, armët që ka kundër Florit, në rastin konkret për situatën aksidentale që ka ndodhur, për shkak të krizës që kishte aq të madhe opozita, sa ngeli pa kandidat vet, dhe fakti që partitë e tjera nuk mund të kishin kandidat fitues, dhe ishin në një bjerrje totale kapaciteti për të përballur këtë zgjedhje elektorale, pasi Tirana ka vetëm një kandidat fitues. Nuk është se ka një listë elektorale, dhe nuk ka rëndësi partia, po ka rëndësi shumë individi. Flori është një aksident. Dhe sondazhe, pika e dobët e Florit, që ka qenë në një situatë normale që do të ishte në një papsi në një rast tjetër, për shembull po të ishte në zgjedhjet parlamentare, në rastin konkret është në avantazh plot pasi është vetëm një kandidaturë qytetare, opozitare, e cila nuk vjen nga backgroundi i partive politike që është boll i bjerrur dhe boll i neveritur nga shqiptarët. Unë do të thoja që kandidatura e Florit është një kandidaturë e përshtatshme, por ka një pikë shumë të dobët, dhe kjo është arsyeja pse u kam shpallur që do të jem në këtë zgjedhje kandidat që nuk do kandidoj. Çdo thot kandidat që nuk do kandidoj. Unë do të paraqes platformën time elektorale për Tiranën si bëhet, por nuk kam ndërmend të kandidoj për treguar një model se si bëhet ky qytet. Dhe këtu fillon pika e dobët e Florit që unë do doja që ta denoncoja sot me shpresë si do vende vishin kokë si Flori, si partitë që kanë shpërthyer. Pse Flori nuk e ka gati një platformë për mënyrën se si bëhet Tirana, avokat? Fatkeqësisht e ka dhe e ka më të gabuarën e mundshme. Këtë javë është prezantuar një nga drejtorët e Sorosit, një nga përfaqësuesit më të lartë të Fondacionit Soros, Ermal Asimja, si autori i programit Florit. Dhe këtu fillon një diskutim shumë i veçantë. Ermal Asimja është një person i propozuar nga partia e Agroshehit, i cili vërtetoi dyshimin e arsyeshëm që me që ai s'ka folur kundër Sorosit, në rastin konkret ka paraqitur kandidaturën e Fondacionit Soros për kryetar bashkie, që ishte Ermal Asimja. Ermal Asimja është një person zyrtarisht i Fondacionit Soros prej 25 vjetë. Mos them 30 vjetë. Që nga bursa e parë në Francë, e deri tek puna e tij si drejtor në Fondacionin Soros Kosovë për 4 vjet, për programin e administratës publike. Më pas si themelues i Universitetit Soros i Shqipërisë, Universiteti Evropian i Tiranës. Më pas si përfaqësues mediatik i Fondacionit Soros të debatit publike pro dhe kundër Sorosit, dhe në finalen pastaj si antar i bordit drejtues të Fondacionit Soros për 5 vjet, sa që është mandati maksimal në Fondacionin Soros për të qenë drejtues, dhe i para 2 vjetësh, e përcakton Ermal Asimen si një përfaqësues zyrtar të Fondacionit Soros,
dhe si një drejtori i programit administratës publike Fondacioni Soros, që do të thotë të japësh programin e kandidatit për kryetar-bashkie në këtë botë ku përplaset Sorosi dhe anti-Sorosi në nivel global, me një opozitë që pretendon të përfitojë nga luhatjet gjeopolitike për shkak të avantazhit që kanë forcat konservatore në Amerikë dhe disa në Evropë dhe përplasit që kanë në fokus Sorosin, kjo më duket vetvrasje e organizuar në mënyrë shumë profesionale nga Fondacioni Soros Tiranë. Që do të thotë, përsaktimi i Erman Rasimes si hartues i programit të Florian Binaj do të thotë japësh zyrtarisht Fondacionit Soros programin e Florian Binaj. Unë kërkoj publikisht ta denonsoj këtë gjë me shpresë, si do ketë njerëz të mençur dhe të arsyeshëm që ta kuptojnë se në çfarë qarkulli po shkojmë. Në një moment që ne kemi nevojë të përfitojmë nga agenda globale anti-Soros përballë agendës Soros, kjo do të ishte një vetvrasje politike elektorale e përcaktuar nga Adriatik Lapaj, Edi Shabani dhe Agron Shehaj dhe e pranuar totalisht nga Partia Demokratike, çka do zhvonte totalisht çdo lloj avantazhi elektoral përballë një kandidati të Ramës, së Sorosit, me një kandidat me platformën që shkruan Soros. Dhe mbi të gjitha, kjo nuk është një platformë e shëndetshme për Tiranën. Dhe këtë jam gati ta sfidoj pikërisht me pozicionin që kam marrë, si një kandidat që s'do kandidoj, por që ka një program elektoral për Tiranën. Dhe e bëj këtë deklaratë publike që dikush ta dëgjojë dhe dikush ta përcjell. Ju keni parë dhe takimet të Florian Binajt me parti opozitare, por nuk keni parë prezencën e ndonjë partie si Alanca Konservatore në takime, pasi Fondacioni Soros nuk toleron një debat publik të një kandidati për Tiranën që shkruaj programin nga ai që përfaqësohet me një platformë konservatore. Dhe platformat konservatore janë platformat e vetme që mund të ndërtojnë alternativa reale kundër agendave Sorosi. Në këtë kuptim, unë mendoj që edhe lajmi sotëm duhet të ishte denoncimi që i bëj unë Altin Goxhaj, platformës së Florian Binaj që po shkruhet zyrtarisht nga Fondacioni Soros. Me shpresë që kjo platformë të anullohet dhe të rifillohet, të ribëhet, ku ka shumë ekspertë në Shqipëri, ka shumë persona me kapacitet njohës, të cilët nuk janë të lidhur me Sorosin dhe të cilët nuk përfaqësojnë dot Sorosin, ashtu siç Erman Rasimes ka bërë zyrtarisht rregullisht në televizionin shqiptar. Për këtë arsye, unë besoj që ky mesazh që unë jap sot mund të jetë shumë i dobishëm dhe të shpëtojë një kandidat fitues me një platformë jo fituese, jo të jetë një platformë fituese. Ky është koncepti im që do thoja për Tiranën në këtë ditë, duke kujtuar çdo qytetari që na ndjek që kandidatura e Florit, pavarësisht se është një kandidaturë aksidentale, pavarësisht shumë debateve dhe hijeve që shtrohen këtë diskutim, është ku e ku, më e shëndetshme, më e logjikshme dhe mbi të gjitha më e pavarur nga Rama, i cili ka një projekt të tmerrshëm për Shqipërinë, i cili është në momentet e tija më finale dhe më të rëndësishme të gjitha kohërave dhe mbi të gjitha të kohës së tij. Sepse platforma e Ramës për Shqipërinë në këtë moment është zbërja totale, finale, përfundimtare, e shpresës se mund shpëtojë ky vend nga shpopullimi total dhe mbi të gjitha nga humbja brenda 15 viteve të fundit edhe ekzistencës vetë si shtet dhe si shoqëri, duke u realizuar projekti mesianik i familjes Soros, qysh nga viti 92 që po aplikohet, për ta kthyer Shqipërinë në një vend pa shqiptar, me kolon izraelit të pakënaqur dhe me skleprit e tyre nga Filipinet, India, Amerika Latina dhe Ukraina. 4 shtete janë përcaktuar si burimi furnizues i sklevrëve që do duhen kolonëve të ri izraelit pakënaqur me Izraelin për të themeluar në Shqipëri Izraelin e shoqërisë hapur që është e kundërta e Izraelit në Sionit. Dhe përbëhet si popullsinë të ardhmen nga rreth 1 milion emigrantë që vinë nga disa kontinente, që janë frendime dhe janë miqësor me hebrejt, dhe do të ketë pronar dhe popullsi zyrtare, një popullsi të vogël, diku ka 300-400.000 njerëz fillimisht, që do jenë të gjithë izraelit të pakënaqur, dezertor nga lloji Izraelit që është, dhe shumë hebrejt të tjerë, siç është projekti i krijimit një Izraeli alternativ, i cili nuk vjen me dhunë, nuk ndërtohet mbi dhunë, nuk është mbi genocid, por është thjesht një tokë e marë, falas, nga njerëzit e Sorosit, dhe u jepet kolonëve të ri. Ky është projekti i Ramës dhe këtë javë janë marrë disa masa nga Rama për ta çuar deri në fund të agjendës. Unë do t'i kujtoja publikut
3 akte të javës fundit që janë shumë të tmerrshme. Në kuptimin literal të tmerrshme. Por shqiptarët as nuk kanë haberin sepse as nuk u intereson, për shkak se edhe nga një se kuptojnë, nga një edhe s'duan ta kuptojnë. Thjesht do të lutesh shumë shkurtimisht avokat për arsye se kemi edhe tema të tjera për diskutim. Po. Në Shqipëri do të vendoset, siç kemi dëgjuar, identiteti digjital. Dhe dje Rama prezantoi edhe identitetin digjital në celular dhe e nisi dhe me aeroportin e rinë si digjital. Por po ashtu prezantoi ndërkombëtarisht të javë që djellza e tij, që në fakt është djalli i tij, inteligjenca artificiale, do të pjell 81 plysh. Çfarë do thotë gjitha kjo? Kjo do thotë që nëpërmjet një marrëveshje që ka bërë Rama me Izraelin dhe me një nga kompanitë më të rrezikshme kibernetike në botë, që është e njohur për fuqinë e saj të kontrollit dhe survejimit, do t'i kalojë të gjitha dhënat e identitetit tonë digjital 100% kësaj kompanie izraelite. E cila do thotë që jeta jonë do të jetë në duart e inteligjencës artificiale, që në fakt nuk është asgjë më shumë se inteligjenca e një shoqërie inteligjente izraelite që është e njohur për kontratë e saj në botën e spionazhit dhe hakerimit, dhe jeta jonë do të jetë gjitha në një kontroll të paimagjinueshëm manipulues. Mirë avokat, se kjo është akuzë tepër e fortë, normalisht, por... Jo, mbaj përgjegjësi për fjalët e mia. Kompania quhet Checkpoint dhe është një kompani e cila do të marrë jetën tonë, do të transformojë dhe do të marrim goditje nga mëngjesi deri darkë. Ku e bazojmë këtë akuzë, avokat? Në Angli, atë japun fakte. Në Angli, sapo është hedhur kjo për të bërë, dhe kryetari i partisë më të madhe opozitare, Nigel Farage, i cili mendoi do të fitojë zgjedhjet shumë shpejt, ka deklaruar që është i gatshëm të futet në burg dhe të refuzojë identitet digjital për vitin 2027. 2027. Rama ka thënë që do bëjë që 2026. Në fakt kompania që ka kontraktuar Rama për ta menaxhuar djellën është Tony Blair, i cili siç dihet gjithë ka lidhje veta me Mossadin dhe me kompani izraelite, dhe ju e dini pozicionin e tij që diskutohet edhe guvernator i papranuar nga muslimanët i zonës Gazës, i cili është një person që po ndërton në Shqipëri eksperimentin anglez për të parë se si do funksionojë. Dhe sot mediat më të mëdha në botë ka filluar të trajtojnë rastin e Shqipërisë si një eksperiment që do t'i hedhin syt të gjithë. Pse një eksperiment duhet të hedhin syt? Sepse ka një refuzim total në Angli dhe në Europë për identitet digjital. Identitet digjital do thotë që me një buton, me një algoritëm, në një moment të caktuar të mos kemi asnjë lek në bank, të mos kemi asnjë tipim makinë, të shpronsohemi totalisht nga çdo pronë dhe të zhdukemi si ekzistencë digjitale në çdo çast ata duan duke u bllokuar, duke ngelur këtë botë digjitale, por kryesisht të zhveshur dhe lakurish që asnjë shërbim shëndetësor se marr dot, e lëmë të ikim nga Shqipëria në një aeroport me skema digjitale, e lëmë pastaj të qëndrojmë këtë vend. Që do thotë ata do përcaktojnë fatin ton që kur të ikim duhet të ikim, më fal për shprehjen, duhet të ikim edhe pa brek, në shkuptim, të zhvishemi lakuriç, që të mos kemi asnjë mundësi financiare. Ky është një projekt i shpopullimit total të Shqipërisë nga një kompani e cila ka marrë të gjithë të dhënat tona dhe në vitin 2026-2027 ne do të jemi komplet si kukulla në duart e këtij sistemi digjital me djallin e inteligjencës artificiale që quhen djellza Rama, me këto strukturat që Rama po ngren, me një kompani e cila është komplet në konflikt interesi për hir të faktit që ka një projekt në Shqipëri për të përzgjedhur shqiptarët dhe për të sjellë pikërisht izraelitët. Pra, koncepti i argumentit që unë jap sot, që çdo kush duhet ta gjejë ta marrë shumë seriozisht, ka të bëjë me faktin që po vjen fundi jon dhe askush nuk lëviz përballë shinave treni ku po vjen lokomotivat në shtyp. Duke menduar se janë tunel dhe po vjen drejta fund tunelit, pak që është lokomotiva që po vjen në shtyp. Njerëzit nuk po deshën mua në parlament, pikërisht për ngritur këtë çështje, por nuk e kuptojnë dot që sot kanë ngjitur braktisur, sepse këta që janë të gjithë gojheshtur, të kapur, sepse janë të gjithë të friksuar për shkak të gjeopolitikave ndërkombëtare, dhe askush nuk guxon t'i vë gishtin mbi faktin që këtu kemi një kompani izraelite që ka marrë gjithë sigurinë kibernetike, një kompani Tony Blair që bën shfaqjen publike dhe mbi të gjitha një Ram që na ka nxjerrë neve në ankant si kavje, ku Anglia sot po shef në eksperimentin e Shqipërisë se çfarë do të ndodhi Anglisë nesër.
Avokat, është një temë që ka një debat shumë të madh brenda saj, që se si ne do përpiqemi që ta realizojmë dikur këtë debat, ndërkaq duhet të ndalem në disa zhvillime të tjera shumë të rëndësishme dhe më konkretisht në rajon, ku vendi kabineti qeveritar i propozuar nga Albin Kurti si mandatari për formimin e qeverisë së re, nuk ka kaluar kjo për të vetëm arsye se nuk ka marrë votat e kërkuara, pra 61 vota dhe normalisht sipas kushtetutës, presidenti Vjosa Osmani brenda 10 ditësh duhet ulet në konsultime me të gjitha subjektet politike për të bërë të mundur formimin dhe krijimin dhe miratimin e qeverisë së re në të njëjtën kohë. Një opinion dhe koment se rakon këtyre zhvillimeve nga rajoni për të ndalur më njëherë më pas tek kryefjala e botës në këto momente, Donald Trump? Shkurtimisht do të thoja që Kosova, ndryshe nga Shqipëria, ka një elektorat shumë herë më inteligjent sepse është një elektorat patriarkal. Fatkeqësisht një elektorat krejtësisht i çoroditur matriarkal, i shitur dhe i blerë dhe mbi të gjitha i papërgjeshëm dhe i pandërgjeshëm dhe nuk ka astur kur del para pasqyrës për mënyrën se sillet me veten dhe zoti e ndëshkon me atë format që kemi parë në 11 maj. Rasti i Kosovës është ndryshe. Atje të votojnë, të ngrenë qiell dhe të çojnë në fund fare, të rrëdhojnë fare. Unë do të kujtoja që sipas tezave të mia që ja prezantuar në shumë agresive në vitin 2022, Albin Kurti është një spion i Serbisë, një krysh i Sorosit, i cili ka pas një projekt serb për të shkatërruar atë që quhet fuqia ndërkombëtare e Kosovës. Dhe ja ka dalë me sukses. Kosova është me fat që sot Albini më së fundi dështoi, por në asnjë mënyrë partitë opozitare nuk duhet të nxjerrë një qeveri të re. Ato do të dështojnë që shkojnë te zgjedhjet e parakoshme. Pse do të shkojnë për vallë zgjedhjeve të parakoshme? Sepse në atë parlament, me ato vota që ka Albini, që në përputhën fare, me votat e zgjedhjeve lokale të fundit, ku Albini ka dalë si forcë e tretë në Kosovë, në atë që quhen votat për partitë, ku Partia Demokratike dhe LDK-ja, që janë më lartë se Partia Albinit, ka nevojë për zgjedhje parakoshme për të konfiguruar parlamentin e Kosovës për të prodhuar qeveri, koalicioni pa Albinin. I ka të gjitha mundësit LDK-ja, PDK-ja dhe partitë e tjera, si Ardmëria e Kosovës, që të dalin në këto zgjedhje në atë rezultat për të prodhuar një qeveri koalicioni. Dhe kjo është e domosdoshme në Kosovë. Sepse Kosova është në ditët e saj më të këqija, që ka qenë ndonjëherë, e izoluar nga Amerika dhe Europa. Dhe kjo si pasojë e projektit politik që kur e solën Kosova, Albin Kurti, serbët dhe Sorosi, për të shkatëruar marrëdhëniet e Kosovës në nivelin ndërkombëtar. Dhe partitë e tjera, të cilat nuk janë në klasa e vjetër politike, i kanë marrë avantazhin Albinit që të mos shfaqet si klasa e re politike, tashmë të gjithë janë të rinj. Dhe tashmë modeli i zgjedhjeve lokale mund të transmetohet edhe në zgjedhjet parlamentare. Dhe Kosova ka nevojë për zgjedhjet parakoshme në mënyrë që të konfigurojë një qeveri e aftë për të pas aleancë me Amerikën. Kujtojmë se Kosova, sado para të hedhë në ushtri, Serbia është aty duke pritur ditën e zezë, ku Kosova të ketë humbur marrëdhëniet ndërkombëtare dhe fuqinë ndërkombëtare. Dhe më shumë se kur sot Kosova ka nevojë për Amerikën. Më shumë se kur. Në këtë rast duhet një qeveri e cila të ketë figura, personazhe, të cilat janë gjendje të konsiderohen pranueshëm në ato që quhet avantazhet që politika jashtëme amerikane për forca të pranueshme për të. Çdo të pranueshme që nuk janë Sorosi. Dhe këtu është një sfidë shumë e madhe për forcat aktuale të lidhura gjithë me Sorosin për të shfaqur platforma të cilat janë larg Sorosit në mënyrë që të kemi një avantazh elektoral ndërkombëtar që Kosova të shihet me përparësi pozitive. Se ky është realiteti. Tani lidhe me pyetjen për pozicionin e global. Të rejat e fundit kësaj jave janë që Rusia ka testuar një nga raketat më të rrezikshme dhe më të fuqishme në historinë e zhvillimit të raketave në botë. Është një raketë lundruese, e cila mund të rrinë në ajër 18 orë për qefin e saj, dhe pastaj godas këtë do ajo, me të gjitha manovrat që do ajo, dhe nuk ka asnjë radar dhe asnjë mundësi për ta ndaluar. Distancën e ka 18.000 kilometra distancë, e cila e bën automatikisht
raketën më të fuqishme dhe më të rrezikshme në historinë e raketave botë, bërthamore. Po këtë javë ne kemi parë që Netanyahu, siç kam thënë dhe gjithmonë, po shkatron marrëveshjen e arritur nga Trump Gaza, pasi realisht Netanyahu është armiku më i madh i Trumpit dhe Izraeli është vendi i cili ka sunduar ushtrinë amerikane në muaj e muaj, në vite e vite, në dekada e dekada, dhe gjitha luftrat që ka bërë Amerika në lindjen e mesme, ka qenë luftra që donte Izraeli, por kur në interes të Amerikës. Dhe tashmë, prisha e marrëveshjes që po përpiqet bëjë Izraeli në Gaza, me çdo mjet dhe me çdo fush, është tamam shfaqet se kush është aleati vërtet i Trumpit dhe këtë që po them unë sot, kam muaj që artikuloj përballë njerëzve që mendojnë që Trumpi është kryshi Bibi Netanyahu. Armiku i madh i Trumpit ka qenë gjithmonë Bibi dhe Trumpi ka ditë gjithmonë qartë. Por e pamundur një Amerikë kapur totalisht nga Ipaku Sionit, një vend totalisht i kapur prej 70 vjetësh nga ky lob i fuqishëm, do të kishte mundësi për të mbijetuar në presidencën e tij, pasi mund shkarkohet në çdo çast nga një kongres dhe një senat që është totalisht i kapur nga Ipaku. Ipaku është lobi hebre në Amerikë. Dhe vetëm mënyrë që Trumpi të ka përcej këtë pengesë për të vendosur magën Make America Great Again dhe paqen botërore, që është projekti i tij më i madh politikës jashtme, do duhet pikërisht të neutralizonte rrezikun që i vjen nga një atentat, siç ndodhi në vit më parë, siç ka ndodhur në vitin 63. Këta njerëz hoqin qafe John Kennedy dhe më pas vajin e tij, po këta që bën 11 shtatorin dhe po këta që vran Charlie Kirk. Dhe në këtë logjike, ajo që ka bërë Trumpi nuk është ajo që njerëzit shohin. Trumpi po përpiqet të sigurojë në 2026 votat e duhura për kandidatët e duhur, të cilët do fillojnë të demontojnë pak nga pak Ipaku. Po këtë nuk do ta bëj hapur. Ai është i pozicionuar kundër tyre dhe kundër këtij pozicioni për shkak të fuqisë që ai kërkon të ketë, në neutralitetin që ka në raport me kontrollin që i vjen nga Izraeli dhe nga lobi hebre në Amerikë, që është ai që derdhoi vitin 2020, dhe këtë mund ta bëjmë duke u shfaqur si presidenti më i mirë i Izraelit. Paqja në Gaza është shumë e vështirë për të pasur për shkak se Izraeli ka treguar dhëmbët duke na shpjeguar Bibi Netanyahu se ai është bën sovran dhe zvarret nga Amerika. Ndërkohë që dua të kujtoj që kur s'mund të ketë paqe në Ukrainë pa pasur paqe në Gazë. Dhe arsyeja vetëm që u shty negociata në Hungari ishte prisha e marrëveshjes, në sabotim marrëveshjes në Gaza që po mundohet të bëjë Bibi Netanyahu. E vërteta është që vota është me fat që në krye të Amerikës është Donald Trump, thjesht njerëzit janë totalisht të panjohur me të vërtetën e thellë që atje funksionon, se si një Amerikë e tërë është e kapur nga Trumpi, dhe se si Trumpi është vetëm një rrugë që kjo kapje të çkapet, të çmontohet, të demontohet, dhe njerëzit realisht që po e bëjnë këtë luftë për Trumpin janë influencuesit e magës, Tucker Carlson, Candace Owens, Steve Bannon e shumë tjerë, dhe pak senatorë dhe kongresmen, të cilët janë krahun e Trumpit, të cilët po bëjnë një luftë për të çliruar mendjen e krishterëve sionistë konservatorë në Amerikë nga mashtrimi i madh 100 vjeçar që aty është bërë me teorinë e Sionit, ku i bekuara që bekon Izraelin, i mallkuara që mallkon Izraelin, ka qenë rrena më e madhe që ka kontrolluar Amerikën, pasi kjo është thjesht një mashtrim tipik i atyre që kanë mashtruar gjithë botën. Faleminderit shumë që ishe sot në Fox News avokat, kënaqësi si gjithmonë. Ne do të shkëputemi në publicitet.